Ashtu si që kam kuptuar unë në fakt historinë jo vetëm të Jani Aliajt, por edhe të kundërshtarëve të tij, kjo është një histori të disa djemve të rinj të Tepelenës, të cilët në një moment u futën në rrugën e trafikut të drogës. Në një konflikt e sipër në vitin 2001, në mos gaboj o 2000 o 2001, Jani Aliaj vret një nga shokët e gjithë këtij grupi i cili kryesisht merrej në atë kohë me trafik të narkotikëve. Duke qenë se ndodhi kjo, grupet u ndanë në dy palë. E gjithë shoqëria e tyre u ndanë në dy grupe. Kishte të drejtë, domethënë, a kishte moral ajo vrasje që kreu në 2001 apo nuk kishte moral? Duke qenë se Elton Qiçri ishte njeriu që kishte më shumë shok viktimën e 2001 vendosi ta vrasë. Në fillim në burgun e Greqisë, ku ishin të dy për trafik droge, herën e dytë te rruga e Kavajës, nuk arriti dot në të dyja rastet, dhe në një tentativ tretë në Gjirokastër, dhe në këtë moment atëre Jani Alia vendos që ta ekzekutoja i parja dhe ndodhi ajo vrasje në blok, ku u ndihmua nga djali i kryetarit të Partisë Komuniste të asaj kohe, i cili besoi duhet këtë përfunduar dënimin tani, sepse kishte një dënim shumë të edhe Hysni Milloshi. Edhe ai ishte thjesht vetëm si shoqërues, edhe pse nuk kishte jetuar kishte jetuar shumë pak kohë në Tepelenë, ndjente që ishin miq të tyre dhe duhet t'i ndihmonte u fut në të gjithë këtë sak. Është ajo vrasja e famshme e bllokut, e cila më pas krijoi, do zgjateshim shumë, krijoi dhe 2-3 vrasje të tjera të cilat erdhën si rezultati i akmarrjeve një pas një. Vrasja e sotme normalisht që do të vinte në Korydallos ndodhin shpeshherë. Shqiptarët në Korydallos, kjo nuk është as vrasja e parë dhe as vrasja e fundit që është me shqiptarët dhe që porositet nga shqiptarët. Aty u porosit në Korydallos, u porosit dhe vrasja e famshme që ndodhi nga ish efektivi i policisë speciale të Greqisë, i cili ekzekutoi në Tiranë një Devi Kasmin, dhe po edhe kjo në Korydallos u pagua. Kishte të dhëna gjatë shqyrtimit gjyqësor, doli që kishte një pagesë, ishte paguar në Greqi. Po shpeshherë aty ndodhin pagesat tilla për të kryer krim. Korydallosi kryesisht ka të gjithë shqiptarët të cilët kanë krime të rënda të kryera në Greqi. Gjithashtu edhe gjithë shtetasit e huaj. Shpeshherë Greqia e ka sulmuar burgun e Korydallosit, por autoritetet qeveritare atje nuk e lëshojnë, duke qenë se e kanë lënë një burg pa kontroll, ku çdo njeri të përplaset dhe të vritet. Pra, të gjithë ata që konsiderojnë një problem shumë të madh për Greqinë, i vënë që të ndeshen me njëri tjetrin brenda burgut të Korydallosit, i cili në fakt është jashtë një kontrolli të autoriteteve. I lënë, pavarësisht se është në qendër të Athinës, është shumë e çuditshme, duke qenë se është në qendër të kryeqytetit të tyre, por prap ata e kanë në kontroll dhe e kanë lënë që i gjithë krimi organizuar të përplaset atje. Por në Skaj dhe në Kroçat kam parë që në Korydallos janë paguar edhe vrasje të tjera kryesisht të ndodhura me pagesë në Greqi, nuk vrasin vetëm shqiptarët, ka edhe vrasjes me pagesë grek si personin fjalë, i cili pasi ka marrë disa herë burgimin e përjetshëm, nuk ka, i duhen para për të shtyr burgun e përjetshëm, sepse në burgje zakonisht të duhen shumë para në cilat ti duhet të kesh, të blesh në dyqanin e burgut sendet e nevojshme, sepse kur kush nuk kujdeset për ty atje, dhe kjo është e gjithë historia e plotë e një krimi të tillë, i cili nuk është as i pari që do porositet në Korydallos dhe as i fundit. Po kryesisht përplasjet në Tepelen, me ato që kam parë, midis grupeve, në fakt 2 janë, por janë shumë të përgjakshme. Lidhen, është dhe gjakmarrja tjetër që ka ndodhur. Vrasja më e madhe që ndodhi në 2024 ishte hapja e zjarrit që u vran 3 veta me Maliaj, po rreth Tepelen. Kur përplasen dhe duan të vrasin, dhe Tepelena ka një veçanti shumë të madhe.
aty gjaku nuk e ndjek vllai, e ndjek shoku. Dhe kjo është një histori shumë e çuditshme e kësaj. Të gjithë këta janë vrarë, shoku, domethënë gjaku ishte për shoku, nuk ishte vrarë asgjë. Të gjithë këta, jo. Me egër se në veri. Po, kjo është më egër, absolutisht më egër. Dhe këta kanë vrarë, shoqëninë e tyre nuk është 1, 2, 3. Janë 4 apo 5 viktima. Dhe të gjithë me njëri tjetrin janë shok. Dhe vazhdojnë, dhe ky është vrarë me porosi, jo të dikujt që i ka vrarë të afërmin, me porosi të dikujt që i ka vrarë shokun. Dhe këto janë pak të çuditshme në mënyrën se si zhvillohet në këtë, se kjo, pavarësisht se këta janë antarë të krimit organizuar, sepse lëvizin kanë lëvizur goxha drogë, duke qenë nga zona, kanë lëvizur sasi të konsiderueshme ashash. Por kjo është cilësie, për ta mbyllur dhe një fjali, këtij po i vonoi ekstradimi, pavarësisht se kemi një dënim me burgim të përjetshëm, por përdorte shumë edhe faktin që ka një nënshtetësi greke, nuk e di se si e ka realizuar atë, duke u hequr si një Vorio e period, edhe kjo jepte në vitet e kaluara. Mirë po, në 8 vitet e fundit ka qenë një ndër 5 emrat më të kërkuar nga policia shqiptare. Dhe sa herë policia shqiptare nxirrte 5 njerëzit më të kërkuar të saj, Jani Alia i ka qenë gjithmonë në këto 5. Në një Shiko, kjo po e keq kuptojmë pak të burgun e Korridhalos. Është burgu më i madh në Greqi. Është në Athinë, në afërsitë lagjes Pire. Po ne famkeqë kemi vënë për Jani Alia, jo për burgun. Dhe jo, tha Koli ca gjëra për burgun. Dhe pritën aty sot tjerë. Jo, dhe nuk mund të jetë e vërtet kjo që thot Koli. Pritën në radhë. Megjithashtu që i lën të mlidhen. Jo, besoj se regjimi burgjeve në Greqi ka të njëjtën Janë vrarë në të njëjtën rregull. Po mirë, ai është shumë i madh si burg, është një lloj si 313 jon, po jo me atë monitorim. Është një burg shumë i madh në Greqi. Pra është burgu më i madh i Greqisë. Qartë. Dhe nuk besoj se ka ndonjë regjim ndryshe nga burgjet e tjerë. Jo, është më i dhunshmi. Atje s'ka kontrole. Po duke qenë më i madhi, sigurisht që Po në qoftë se atje futen njerëz me që të janë të dënuar të prijetshme të gjithë, sigurisht do jetë dhe më i dhunshmi. Po sigurisht. Kjo s'ka pikë dyshimi. Po jo se e lë vetë shtetin. S'ka ndonjë gjë, jo. Për këtë çështje s'kam se pa ishu thënë, po. Atëherë unë them që të kalojmë te pika tjetër që ne kishim përgatitur, kjo ndodhi sot dhe ne ishim detyruar të arreshtonim si një ngjarje e rëndësishme, e cila ndodh jo rrallë në vendin ku ne jetojmë për shkak të lidhjeve asaj që ne kemi thënë vazhdimisht që bota poshtë, bota nëlleshme, shpesh jeton dhe punon me ne, me pjesën lartë. Italianët i dorëzojnë në SPAK mashtruesit e call centerave. Pra, si ndodh rëndomë, të huajt shpesh zbulojnë gjëra, zbulojnë të ne, shumë problematika.